Roli i Shqipërisë në këtë proces si ka qenë sipas jush? Mund të bëj diçka më shumë? Është bërë mjaftueshëm? Si e keni parë? Ju jeni shumë mirë edhe korridore diplomatike europiane. Mendoj që Shqipëria nga fillimi ka qenë e qartë në raport me një proces politik. Vetë kryeministri Rama, vetë ministrat e jashtëm të Shqipërisë, ambasador dhe misionet të ndryshme diplomatike, deputet të kuvendit të Shqipërisë, partitë të ndryshme politike, kanë dhënë kontributin e tyre për një kauzë, e cila është një kauzë që tejkalon zotin Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi, e cila ka të bëjë me luftën tonë të shenjtë të UÇK-s, dhe këtu Shqipëria mendoj që ka një kontribut meritor dhe ka luajt ka pas një rol pozitiv në sqarimin e të vërtetës për Kosovën, sikur se edhe shumë ne në kapacitetin tonë individual e kemi bënë gjë të tillë.